Pse pikërisht te Ignatja? Dalemi pak te karriera tani këtu. Ignatja ishte oferta më konkrete, le të themi, periudhën që isha dhe që kisha. Dhe gjithmonë kam kërkuar, kam dash një president që të jetë korrekt financiarisht. Vetëm kaq sepse pjesën tjetër kisha shumë besim tek aftësitë dhe tek projekcioni që të jepja çdo lloj sezoni. E vërtet, gjëja kyçe në fakt për çdo drejtor sportiv është financa. Nëse ai si ka financa nuk bën dot asnjë. Periudhën kur ne e marrëm Ignatjen, shumë klube kishin problematika. Dhe suportin e jashtëzakonshëm që na dhanë financat stabil. Nuk janë objektiv financat e mëdha. Asnjëherë nuk kanë qenë objektivi financat e mëdha, por financat stabil janë shumë të rëndësishëm. Pak e saktë sepse ti di çfarë planifikon dhe ti flet me lojtarin për sport. Në shumë klube lojtarë, drejtori nuk flasin më për sport, por flasin për shumë tema jashtë sportit.